7 vite më parë, Vasfie Krasniqi Godman doli publikisht duke rrëfyer për dhunën seksuale që ka përjetuar gjatë luftës. Edhe pse thot se kishte dilema nëse mund të fliste, në fund ajo mori guximin për të folur publikisht. Po bona e guximshme ka qenë shumë e vështirë, edhe sot është e vështirë, se jetojnë ana me një rreth që i paragjykon shumë, ka pas shumë pikpyetje se a mund t'ja dalë, si ka me reagu njerëzit. Unë jam Ramadan Nishori. Edhe Ramadan Nishori, burri i parë, i cili gjatë këtij viti foli publikisht për dhunën seksuale të përjetuar gjatë luftës, tregoi edhe një herë për përjetimin e tij. Jam dal dhe kam mendu që ko edhe shumë mbjetuar tjerë që janë të kaluar për çatë rrugë shakum kaluan. Rrëfimet e tyre u treguan edhe një herë në 26 vjetorin e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Më këtë rast, Ramadan Nishorit i u nda edhe çmimi për guxim. Ky çmim mban emrin e Vasfies. Në këto 26 vjet punë dhe angazhim, nuk po shënojmë vetëm vitet e ekzistencës sonë. Po shënojmë jetra të ndryshuara, zëra të dëgjuar, e mbi gjitha edhe drejtësi të fituara. Aty u fol edhe për rëndësinë e dokumentimit të dhunës seksuale gjatë luftës, ku deri me tani, sipas Institutit të Krimeve të Kryera, është ndërtuar një arkiv me mbi 400 metra material me audio dhe video incizime që janë dëshmi të krimeve të kryera nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë.